Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Bananet kanë aftësinë të trajtojnë këtë problem vetëm duke i përdorur në këtë mënyrë. Ja si. Banani është një frut tropikal shumë i përhapur në të gjithë globin. Populariteti i saj sa vjen dhe shtohet, jo më kot pasi është i mbushur me energji, minerale, vitamina dhe vlera të shumta për trupin. Vërtet ky frut është ideal për çdo mosë dhe çdo lloj diete, përfshirë edhe personat që duan të humbasin peshë. E ngrënë në sasinë e duhur, banania mund të sjellë shumë përfitime. Në këtë video, sipas nutrient, do të rendisim disa nga karakteristikat e vlefshme të këtij fruti dhe benefitet që ai ofron trupit të njeriut. Për personat që janë në dietë strikte, keni parasysh se 100 gram banane përmbajnë 90 kalori. Ato janë një burim shumë i mirë i kaliumit, magnezit, hekurit dhe beta-karotenit. Duke qenë të pasur me kalium, bananet ndihmojnë për të nxjerrë nga trupi të gjitha lëngjet e tepërta. Kjo ndihmon organizmin të qëndrojë gjithmonë i balancuar, duke evituar edhe problemet me hipertensionin. Për këtë arsye janë shumë të vlefshme për ushqimet e organizmit që nga fëmijëria gjatë gjithë jetës. Bananet janë të mira për presionin arterial. Kur një person konsumon shumë krip dhe ka mungesë kaliumi në trup, me shumë mundësi do të zhvillojë probleme të hipertensionit. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme të merrni sasinë e duhur të kaliumit dhe bananet janë një burim i shkëlqyer. Këshillohet të konsumoni një banane çdo ditë në mëngjes. Fal këtij zakoni të shëndetshëm, presioni i gjakut do të kthehet në nivele optimale. Është e mirë gjithashtu kundër depresionit. Shumë persona që vuajnë nga depresioni ndihen më mirë pasi kanë konsumuar të paktën një banane çdo ditë. Kjo fal elementëve ushqyes që bananet i ofrojnë me shumicë në dietën tuaj, duke ndikuar pozitivisht edhe në mbajtjen nën kontroll të problemeve të tilla. Bananet janë një frut tropikal me përmbajtje të larta të ushqyesve dhe si të tilla janë të mira kundër shqetësimeve të depresionit. Studime të shumta kanë treguar që kjo ndodh pasi bananet përmbajnë triptofan, një aminoacid esencial për trupin. Kur ky aminoacid futet në trup, kthehet në serotonin, e njohur ndryshe si hormoni i lumturisë. Mjafton të konsumoni vetëm një banane për të ulur ndjesinë e mërzitjes dhe të plogështisë. Bananet janë të mira gjithashtu në lehtësimin e stresit. Stresi mund të shkaktojë edhe metabolizmin tuaj, probleme me nyjet dhe me kaliumin. Për të balancuar këtë nivel ideal, është të konsumoni banane nga një burim më i mirë i potasiumit. Në këtë kuptim, përfitimet e bananes shkojnë përtej furnizimit të trupit me kalium si në rastin e mëparshëm, por ju ndihmojnë gjithashtu që të ndjeheni më mirë. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë për zorrën e trashë. Bananet janë ndër ushqimet më të rekomanduara që ndihmojnë në tretjen e mirë. Fal përmbajtjes së madhe të fibrave, procesi i tretjes përshpejtohet duke eliminuar toksinat nga trupi. Dhe duke qenë se përmbajnë probiotik, janë të shkëlqyera për sistemin tretës për të eliminuar kështu fryrjen e barkut. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë kundër dhimbjeve menstruale. Bananet janë të pasur me vitaminën B6 dhe kanë një efekt pozitiv në balancimin e niveleve të sheqerit. Duke pasur këto veti ndikojnë në reduktimin e simptomave të femrat që përjetojnë dhimbje paramenstruale ose menstruale. Konsumi i përditshëm i këtij fruti ndihmon në lehtësimin e këtyre fazave të ciklit, duke qetësuar edhe nervat. Këto janë këshillat me përmirësimin e shëndetit çdo ditë në çdo rast specifik që bananet mund të ofrojnë vlera të shumta për trupin, duke ndikuar kështu pozitivisht në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Bananet ofrojnë vlera të larta dhe megjithatë duhet të jenë pjesë e dietës suaj të përditshme duke marrë përfitimet e tyre. Të gjithë jemi rritur duke ngrënë një mollë në ditë, duke mbajtur edhe përfitimet të trupit të mira, por rezulton se përfitimet e bananes në dietën tuaj mund të jenë po aq të mira sa mollët. Bananet janë të mbushura me vitamina dhe lëndë ushqyese dhe kur hani një banane rregullisht, ato ndihmojnë për të ruajtur dhe përmirësuar shëndetin tuaj të përgjithshëm. Me fjalë të tjera, ngrënia e një banane në ditë padyshim është mënyra më e qetë dhe më e shëndetshme për të marrë përfitimet e tyre. Megjithatë, është e rëndësishme të mbani mend të mos e teproni me marrjen e përditshme të bananeve. Sipas Healthline, duhet i përmbaheni rekomandimeve për 2 ose 3 banane në ditë, por jo më shumë se kaq. Ngrënia e tepërt e çdo ushqimi, qoftë edhe ushqimi i shëndetshëm si bananet, mund të çojë në shtim peshe ose mungesë të lëndëve ushqyese. Ka shumë përfitime për trupin tuaj kur hani 1 ose 2 banane në ditë.
Sipas një rishikimi të vitit 2017 të botuar në Nutrition Bulletin, bananet përmbajnë niseshte rezistente, e cila punon për të rritur gjithashtu prodhimin e acideve yndyrore dhe zinxhirit të shkurtër thelbësor për shëndetin e zorëve. Pra, mund të falenderoni bananet për një zorë më të shëndetshme dhe pa probleme të tretjes. Bananet janë një frut egzotik, i cili mund të ofrojë gjithashtu shumë përfitime në dobi të organizmit tuaj, dhe si të tilla duhet të konsumohen gjithmonë brenda normës së lejuar. Duke ditur përfitimet, atëherë edhe vlerat e saj do të jenë më të mira për trupin. Bananet janë një frut i njohur dhe shumë i konsumuar në vendin tonë, dhe ato ofrojnë një sër vlerash ushqyese dhe përfitime të tjera për shëndetin. Ja disa nga vlerat shëndetësore të bananeve. Janë një burim shumë i mirë i energjisë. Bananet janë të pasura me karbohidrate, veçanërisht sheqerna natyrale si fruktoza, glukoza, saharoza që ofrojnë energji të shpejta. Ato janë gjithashtu të pasura me kalium. Bananet janë nga burimet më të mira të kaliumit, një mineral i rëndësishëm për funksionet e duhura të zemrës, në rregullimin e presionit të gjakut dhe në shëndetin e muskujve. Ato përmbajnë fibra dietike. Bananet përmbajnë fibra të cilat ndihmojnë në përmirësimin e tretjes, reduktimin e rrezikut të sëmundjeve në zemër dhe ndihmojnë në kontrollin e niveleve të sheqerit. Kanë vlera të larta antioksiduese. Bananet përmbajnë antioksidantë si dopamina, vitamina C, që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi radikaleve të lira. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë për humorin. Bananet përmbajnë triptofan, një aminoacid që trupi e përdor për të prodhuar serotonin, hormoni që kontribon në ndjenjën e mirëqenies dhe të humorit të mirë. Ato janë lehtësues i stresit. Padyshim bananet ndihmojnë në uljen e niveleve të stresit dhe të ankthit për shkak të përmbajtjeve të vitaminave B, të cilat janë të rëndësishme për shëndetin mendor. Bananet janë të lehta për të konsumuar dhe mund të përdoren në mënyra të ndryshme, si në smoothie e të tjera. Konsumi bananeve mund të ofrojë shumë përfitime shëndetësore. E rëndësishme është që ta shijoni atë jo me stomakun bosh, kështu efektet e saj për trupin do të jenë të dyfishta. Ka njerëz që konsumojnë çdo ditë një banane. Gjithashtu, ato mund të ofrojnë shumë përfitime edhe për organizmin tuaj. Bananet konsiderohen gjithashtu edhe një frut me shumë përfitime për trupin. Ta hash një ose dy banane në ditë ndihmon për të pastruar organizmin nga toksinat, për të mbajtur syt dhe flokun në një gjendje më të mirë dhe për të ndjerë më pak të fryrë. Dhe jo vetëm. Nëse është e vërtet që një banane ka formën e një buzëqeshje, atëherë më të vërtet që do të përmirësoni humorin tuaj. Këto janë arsyet kryesore sipas health.com pse duhet të konsumoni banane. Ato largojnë ndjesinë e fryrjes, djegin kalorit, përmirësojnë humorin, largojnë stresin dhe ankthin, sigurojnë gjumë të rehatshëm, fuqizojnë muskujt, ndihmojnë në reduktimin e energjisë, stabilizojnë nivelin e sheqerit, ndihmojnë në procesin e tretjes, largojnë ndjenjën e urisë, ulin nivelin e kolesterolit. Janë të pasur me vitamina dhe lëndë ushqyese, largojnë ndjesinë të vjellave të grashtatëzana, janë të mira në forcimin e kockave, ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve, ulin presionin e gjakut, ulin riskun e anemisë, përmirësojnë shikimin, ndihmojnë gjithashtu në detoksifikimin e organizmit. Dhe gjithashtu përfshirja e bananeve në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në rritjen e mineraleve të trupit, të cilat janë kaq shumë të nevojshme për aktivitetet ditore. Banania është një frut i verdhë egzotik, jo vetëm që është i shijshëm, por ofron edhe shumë përfitime, nga të cilat nuk mund t'i keni menduar më parë. Një banane në ditë pastron organizmin nga toksinat, i mban sytë e shëndetshëm, lëkurën e lëmuar dhe ju ngre humorin. Nëse mendoni se me kaq mbaruam, gaboheni. Jo të gjithë e dinë se bananet janë të pasur me antioksidantë të cilët ndihmojnë për të mbrojtur trupin nga radikalet e lira. Bananet forcojnë sistemin nervor dhe ndihmojnë në humbjen e peshës në mënyrë më të lehtë. Janë një burim i potasiumit, magneziumit, vitaminave B6 dhe ofrojnë shumë vlera të larta për trupin. Ato janë të pasura me kalium që ndihmojnë personat që vuajnë nga hipertensioni. Janë të pasura me elementë të cilët ndikojnë gjithashtu edhe në një vakt ideal pas palestre, duke përmirësuar trupin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesshëm tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tuaj.